أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فالندرويم دلابدرويم الله جل جلاله وتقدست اسماؤه. السلام عليكم mësuesit e njerëzisë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Vazhdojmë edhe sot me lejen e Zotit xhalla xhelaluhu dersën e 69 me radhën nga tefsiri i Kur'anit famlart, e që neve jemi mbetë ka ajeti 168 i kapitullin Al-Baqara. Me lejen e Zotit do shpjegojmë nga ajeti 168 deri te ajeti 171. Në dersën e kaluar shpjeguam se si Allah subhanahu wa ta'ala në tregon në ajetet e Kur'anit që ka prej njerëzve të cilët i duan idhujt e tyre sikur se Zotin, mirë po besimtarët e vërtet janë ata të cilët e duan Zotin e tyre më shumë se çdo gjë tjetër. Dhe pastaj na tregoi se si zullumçarët kur e shohin momentet e vdekjes se si kanë me hyrë në xhenem, tek atëherë kuptojnë se fuqia e tërë fuqia i takon Allahut të lartësuar. Dhe pastaj në ditën e gjykimit na tregon debatin e tyre, paris dhe pasuesit e tyre në të verbërën, në të keqen dhe polemikën e tyre, qoftë në xhenem, qoftë para se me u fut në xhenem dhe hutbën e iblisit, të cilën Allah azza wa jalla i tregoi në ajetin e Kur'anit, i tregoi njerëzve se ata e kanë pasue në premtime të kota, ndërsa ajetet paraprake Allah azza wa jalla e dëshmoi tauhidin, njëshmërinë e tij, duke thënë se nuk ka zot tjetër përveç tij. Është ai i cili krijoi qiellin dhe tokën, rreth dhe ujin dhe shiun, dhe detnat dhe lundrimin e anijeve, pra vetëm atë adhuron edhe askujt tjetër mos i bëni ibadet. Në këtë ajet Allah azza wa jall ju tregon mushrikëve dhe të gjithë njerëzve në përgjithësi dhe ju thotë ja ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. O ju njerëz të hani nga ajo që është në tokë dhe që është e lejuar dhe e mirë. Mos hani çdo gjë në tokë. Hani ato që është e lejuar, o ju njerëz, ja jo nas është ajeti i cili përfshin të gjithë njerëzit. Hani thot ata që është e mirë në tokë dhe e lejuar, wala tattabi'u khutuwati shaytan, dhe mos i pasoni hapat e shejtanit, mos e merrni rrugën e shejtanit. Sepse ajo është armiki juaj i hapt. Armik i hap të keni shejtan. Kjo ajet të dashur vëllezër, shkak i zbritjes së këtij ajeti, sipas disa tefsirologëve, disa fise arabe, të cilët ja kanë bë halal vetit ato që kanë dashur vetëm ja bë halal, dhe ja kanë bë haram vetit ato që kanë dashur vetëm ja bë haram. Dhe Allah azza wa jall po thotë o ju njerëz, në tokë halalin dhe haramin e bën me dije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me shpallin nga Zoti dhe jo njeriu. Për arsye se një fis i tyre kanë thonë, nëse devja pjell 5 herë, e në të 5 herë e bën mashkull, ja kanë prej veshin, ja kanë shpue veshin, ja kanë shky, edhe e kanë lënë të lirë. Ka thonë, kësaj haram është me hamur mishin, dhe të jenë lirë edhe ngarkesë mos mi bë. Pastaj, gjëja tjetër që kanë thonë, kur ka qenë dikush i smut, dhe ka thonë nëse më shëron Zoti, devja jam është e lirë, haram e ka me hangër mishin. Disa tjerë kanë thonë, nëse delja pjell bineq, po është njëri mashkull, njëri femër, femrën e kem halal, e mashkullin ja kanë thirr putnave, zotnave të tyre të kotë. E Zoti xhallahu ala thotë o njerëz, hani nga ajo që jeni këtu, halal, e lejume që ja ka leju Zoti, se në esencë janë të lejuar përveç ato të cilat ka ardhur dalesa për to, siç do vinë ajetet në vazhdim me lejen e Zotit xhallahu ala. Dërsa tek ne shqiptarët, një veç më kujtu që e kemi edhe ne, ju mendoni derisa ta kryjm dersin, mendoni a kem na që si ajo, si popull. A kem që ja bëjmë vetit halal në ushqim ose ja bëjmë vetit haram në ushqim për shkak të frikës. Tek disa tek ne në rajon, sidomos në rajonin e Medvegjës,
Shumë prej njerëzve bukën e cila është kthy natën që ka vdek dikush, kur ka vdek dikush për shembull, edhe çat natë ju kthy musafir me hangër bukë, çat bukë nesrit nuk e hajnë, e qesin poshtë. Ja bëjnë haram vetës. Pse? Se thojnë zbon me hangër se gjan diçka. Që më kujtu për momentin. Kjo është mi abo vetit haram një diçka që është halal. E Allah Azza wa Jall po thot, o ju njerëz, hanë ato që Allah Azza wa Jall e ka bë halal të lejuar në tokë dhe që është e mirë. Dhe që është e mirë. Për këtë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith dashur vëllezër, an-najatu fi thalatha. Shpëtimi është 3 gjëra. Shpëtimi është në 3 gjëra. Aklul halal, me hangër halal, para. E dyta, wa adal faraid, këtë thot Abdullah ibn Sahl at-Tusturi. Thot, pastaj thot, me i kry farzët e Allahut, me hangër halal e para, me i kry farzët e Allahut, wal iqtida bin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhe e treta me ndjek sunetin e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Këto ka thënë janë shpëtimi. Tjerat, jo. Mi a caktu ti vetës shka me hangër dhe shka me pi që është dush ti, pa regula, pa parime, kjo nuk sjell shpëtim. Kjo sjell dënim. E shpëtimi ka dhënë është me ngran halal, ashtu siç ka nga Allah Azza wa Jall dhe pejgamberi, me i kry farzët e Zotit dhe me ndjek rrugën e Resulullahut. Ndërsa një Abdullah as-Saji, rahimahullah ta'ala, thot, khamsu khisalin biha tamamul ilm. Në 5 gjana ka thonë është kupolla e ilmit e dijes. Kupolla, ja kemi nuk ka pak i dijes. Në 5 gjana. E para ka thonë ma'rifetullahi azza wa jalla, me njoft Allah. E para me njoft Allahun azza wa jalla. E dyta ka thonë wa ma'rifetul haqqi, edhe me njoft rrugën e drejtë. Se s'mjafton vetëm me thonë njoft Allah, po me njoft e dyta rrugën e drejtë. E treta wal ikhlasul amal lillah, sinceriteti në punë për Allah në zonë. E katërta, wal amalu ala sunnah. E katërta, me ndjek punën si pas sunetit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhe e pesta aklul halal, me ngran halal. Në to 5 gjana, kush i din thot, kush i mëson, kush i praktikon, ja ka vënë kupollën e ilmit, sepse ilmi është me pas frikën e Zotit. Inma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Frikën ja kanë Allah Azza wa Jall, dietarët, ulemaja. E çka është me pas frikën e Allahut? Me njoh Zotin. Pa njoh Zotin, sa ki frikën e Zotit. Ngrania halal është me njoh Zotin. Jo mi caktu vetës halal dhe haram çysh na merr mendja neve. Sepse Allah Jalla wa Ala po thot: "Wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan." Mos e pasoni hapat e shejtanit. Khutuwat është shumës. Sepse shejtani ka shumë hapa, shumë rrugë që devijon njeriu. Andaj thot Allah Jalla wa Ala, mos e pasoni rrugën e shejtanit, mos i ndjekni hapat e shejtanit. Ai ju mëson juve qysh me dal prej halalit edhe me shku në haram. Qysh me lan halalin edhe me shku në haram. Është prej rrugëve të shejtanit, alayhi la'natullah. Për këtë ulema islami thonë, çdo gjuna që bën njeriu është me ndjek rrugën e shejtanit. Allah Jalla wa Ala thot: "Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Me të vërtetë shejtanin e keni armik, konsiderojeni be armik shejtanin. Konsiderojeni armik, jo mik. Shejtanin e keni armik. Ai ju urdhëron për të këqija. Konsideroni armik shejtanin. Dini kur e keni armik dhe kur e keni mik. Mos t'ju përzihen këto gjëra. Fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi as-sa'ir. Sepse ai i thret parinë e tij, pasuesit e tij, që t'jen për banorëve e xhenemit, dhe ne edhe e pam në dersën e kaluar kur t'ja uman hutbet. Në xhenem, thotë unë sikum thirr me zarmard mas me. Ju vetin e ardhi, kum thirrin e ardh. Mos më nënçmani tashmë, as mos më akuzoni përveç vetes tënde, akuzoje që e ke pasu shejtani. As ju s'muni me pushtu mu, as unë s'muni me pushtu juve prej dënimit zjarrit. Kështu ju thot shejtani alayhi la'natullah. E Allah Azza wa Jall po thot, ata e keni armik, mos i ndjekni hapet e tij, sepse ai pasuesit e tij i thret që me qenë sa më shumë banor të zjarrit të xhenemit. Pastaj Allah Azza wa Jall na tregon në çka thret shejtani. Ajetin e vazhdim.
Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Thot shejtani me të vërtet ju urdhëron e para su në të këqija, të përgjithshme. Në të këqija, të gjitha të këqija të shihen. Wal-fahsha e dyta ju urdhëron për zinë. Al-fahsha ulemaja të filologët dhe shumica thonë që al-fahsha në këtë ajet është për qëllim zinë. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dhe e treta hala më e rrezikshme. Se të gjitha me thonë për Allahun ato që ju nuk e dini. Kjo është shumë e rrezikshme. Me fol për fenë e Allahut pa dije. Kush e urdhëron këtë? E urdhëron shejtani. Me thonë që kjo është halal, pa qenë halal, që kjo është haram, pa qenë haram, duke mos qenë haram. Është me fol për Allahun pa dije. Në urdhrat dhe në ndalesat e Zotit xhallahu ala. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Me fol për Zotin diçka që ju nuk e dini, me anvesh Zotit. Kjo është prej gjunave më të mëdha me fol në fenë e Allahut azza wa jall pa dije. Pastaj Zoti xhallahu ala thot në ajetin 170: "Wa idha qila lahum ittabi'u ma anzala Allahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alayhi aba'ana aw kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun." Kur ju thuhet atyre i dhujtarëve, pranoj ato që ka zbrit nga Allahu azza wa jall, pranojeni çka është halal, çka është haram, se si duhet të madhru Zotin, sepse Zoti i një është dhe i pashoq. Pranojeni ata çka thonë. Ne i thot, i ndjekim rrugën e baballarëve tonë. Ne i ndjekim rrugën e baballarëve tonë, të parëve tonë. Edhe thot Zoti në qoftë se baballarët e tyre, të parët e tyre, la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. As nuk din asgjë, fare janë ignorant për fenë e Zotit, wa la yahtadun, edhe as nuk janë në rrugën e udhëzuar. Çka jep me kuptu kjo ajet, të dashur vëllezër? Ulemat islami thonë, taklidi, imitimi në të kotën, ky ajet është argument që është batil, është i kotë, ndalohet ndjekja e tij. Edhe një, taklidi, pasimi ose imitimi i të parëve në të kotën është i ndaluar në Islam. Nuk është argument me thonë, unë i kum gjetë baballar të bëj kështu, edhe na nuk e ndrojna. Tho, kjo halal Allah, kjo është haram. Po na e kena bëbe me breza. Po ti e ke bo me breza, po është haram. Nuk është argument se e ka bo brezi i parë, ose brezi i dytë, ose brezat e kaluam, një diçka që është e lejuar ose ndaluar. Sepse Allah azza wa jall po thotë, ju i pasoni ata edhe nëse nuk din asgjë fare hiç, janë ignorant, janë xahil, as nuk janë të udhëzuar në rrugën e drejtë. Kjo është ndaluar me pasimi i verbër i të parëve në të këqija. Pasimi i verbër i të parëve në të këqija, është i ndaluar, është haram. Sepse Allah azza wa jall po thotë, ata nuk kanë ditë asgjë për fenë e Zotit. As kanë ditë çka është halal, as çka është harami, as çka është obligimi, as çka është ndalimi, as çka është namazi, as çka është agjerimi. Si pasoni ju ata në të kotën? E dyta ta shëvlezëm, taklidi në hak, taklidi, imitimi në hak i të parëve, është prej bazave të fesë. Kjo du të me pasë shumë rëndësi, se nuk do të thotë që na nuk do të mi pasu ata që kanë kalu para nesh, heq, se ka dhënë hoxha, ata janë të kotë. Ja. Kjo është për qëllim ata që janë në rrugën e keqe. Ndërsa pasimi i të parëve, ose imitimi i të parëve në rrugën e drejtë, është bazë prej bazave të fejtë e Ehlesunit. Për arsye se, ata janë që e kanë kuptu fejnë më mirë se sa na, edhe na du të me indjekë, në të vërtetën, jo në të kotën. Për këtë arsye të dashur vëllezër, ne i pasojmë ulemat të cilët kanë dije më shumë se sa na. Në esencë çka është taklidi, çka është imitimi? Në esencë çfarë definicioni ka imitimi në hak, imitimi në të vërtetën? Të dashur vëllezër, imitimi në të vërtetën është pranimi i fjalës pa e hulumtu argumenti. Ç'ky është imitim në hak? Ti e pason një medhhab të caktuar fiqhor për shembull. E ke pasu një prej ulemave ndaj të dietarëve të Islamit që ka qenë mujtehid, i cili ti e merr mendimin e tij pa hulumtu në argument, sepse ti nuk je ai i cili ose one ose ai tjetri që mundet me ardhë në drejtë të hulumtimeve shkencore, se cili është argument më i fortë ndaj të cilit është më i dobët.
Dhe e pason një hoxh të caktuar, një dietar të caktuar, një medheb të caktuar. Dhe kjo është me pasu argument, do me pasu një fjalë të tij ose një vepër të tij pa e hulumtuar argument. Kjo është imitim në hak. Dashur vëllezër, ne të gjithë që tu jemi imitues, të gjithë, përfshirë edhe mu. Nuk jem ata të cilët e kemë rritë drejtën e ijtihadit në ilm, në fe, edhe tash me dhonë mendimet tona, kjo është argument kjo. Jo. Ne i pasejmë uleman e mdoj të Islamit. Kjo libër që është para neve është e Imam Kurtubiut rahimahullahu ta'ala. Në esencë kem Ibn Kathirin, por shpesh i marrë me edhe librat e tjerëve, në mënyrë që, domethënë Ibn Jarir at-Taberiun, Imam Kurtubiun, Imam Ibn Kathirin, edhe disa ulema bashkohor. Në mënyrë që mi marrë esencat, bazat e fesë, mi imitu ata në ato që ja kanë kuptu fejnë e Allah, sepse kanë qenë shumë më të mëdhaj, se sa ne që jem sot dhe ata tjerë që nështë ta jenë kolegë tonë. Pra kjo është imitim, duke e shiku argumentet e tyre dhe duke ja transmitu pastaj njerëzve fejnë e Allah të zogjën. Pra ata të cilët kanë qenë ijtihad, ne i marmi dhe i lexojmë librat e tyre dhe ja shpjegojmë atyre të cilët kanë nevojë për fejnë e Allah të zogjën. Kjo është imitim i hakut, i të vërtetës. Kjo është imitim i të vërtetës, me pasu një njeri i cili ka argument për fesë Allah subhanahu wa ta'ala. Dërsa, dobia tjetër që marrë me dashur vëllezër, që thonë shumica ulemave dhe njerëzve të mençur thonë që taklidi, imitimi, nuk i jep njeriu shumë dije nëse nuk hulumton vetë. Nuk i jep shumë dije, sepse ai merr dijen e gatshme. E merr të gatshme. Kur fillon vetë dhe bëhet talibul ilm, ashtu siç duhet, kërkuesi i dijes hakikat, fillon pastaj me ngrit derexhen e ilmit të tij dhe me ngrit ignorancën nga vetja e tij, derisa don Zoti xhallahu ala me arrit gradën e njeriu i cili mundet me qenë mujtahid, i cili jep mendime në fenë e Zotit xhallahu ala duke i bazuar nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dashur vëllezër, argument për këtë që e tham është nga Kurani familjar dhe Suneti i Resulullah. Jusufi alayhis salam në burg çka ka thonë shokët e vet. Ka thonë inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Unë ka thonë kum lën fenë e një populli që se beson Allahun azza wa jall dhe që e mohojnë ditën e gjykimit, wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay. Ka thonë edhe kum pasur rrugën fenë e të parëve të mi, baballarëve të mi, Ibrahimit, Ishaqit, Jakubit, ne thot nuk I kemi bërë shok Zotit xhallahu ala asnjëherë, dhalika min fadlillahi alena wa ala nas. Kjo thot është vlera që don Allah azza wa jalla ja jep atij dhe është vlerë për njerëzit. Pra ai ka argumentuar me pasimin e të parëve të tij në rrugën e drejtë, jo në të kotën sikurse që janë argumentuar mushrikët. Kan thonë na I kena gjetë të hangër çdo devën e kena lënë të lirë, delën kena lënë të lirë. Këtë jo, Jusufi po thotë unë I kom mohue miletin, fenë e një populli që se beson Allah dhe ditën e gjykimit, e kom pasuesit për arsit e mi, ama para arsit e tij unë kon Ibrahimi a.s., u kon Ishaq a.s., Jakubi a.s., do më thonë familje pejgamberve. Edhe ne, pasuesit tanë janë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, para arsit tanë që ne e marrë me fenë, edhe e imitojmë ata, janë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, janë Abu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, sahabët, tabi'inët, etba'u tabi'inët, imamët e mëdhaj katër mëdhëbeve dhe imamët bashkëkohor të cilët janë ijtihad që janë në drejtën e ijtihadit. Këta janë e imitojmë. Na jemi sikur se Jusufi alayhis salam, I cili është argumentu me pasimin e paraardhësve në rrugën e drejtë dhe jo në rrugën e gabuar, Pastaj Allah azza wa jalla dashur vëllezër, pasi që ja sqaron njerëzve, mushrikëve, që është ai I një dhe I pashos që e meriton adhurimin. Është krijuesi I qiejve dhe I tokës, krijuesi I shiu dhe I reve dhe I errave. Është ai I cili e meriton adhurimin. Është ai I cili duhet t'i mbështetemi atij dhe vetëm atë duhet ta duam dhe mos ta krahasojmë dashurinë ndaj krijesave me dashurinë ndaj tij. Dhe pastaj ju thot, o ju njerëz, hani nga të mirat e mia që ju kam dhënë juve në tokë dhe mos I përzini gjonat halal dhe haram. Dhe kur s'marrin vesh ata, Allah azza wa jalla thot: "Wa mathalu alladhina kafaru kamathali alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaan summun bukmun umyun fahum la yaqilun." Do shembulli I thirrësit
të pabesimtarëve, të atyre që nuk e besojnë Allah dhe të dërguarin e tij, është sikurse i atij bariut i cili i thret kopen e kafshëve të tij. I thret kopen e kafshëve të tij. Ato nuk dëgjojnë asgjë thot përveç britmës edhe zërit. La yaqiluna shay. Don njeriu i cili nuk merr vesh këto gjëra, thirrsi që ju bën davet atyne, Allah Azza wa Jall e ka krahasu thirrsin, që është njeri i mençur, ndërsa ata që se pasojnë, nuk ju bindën këtyre urdhrave të Allah dhe të dërguarit të Allah, i ka konsideruar dele. Ka thonë njeriu më ju mojt vajz deleve, a e marrin vesh? Me dalë ti më ju mojt hyjt me deleve, a të marrin vesh? Së marrin vesh, përveç të shohin që i të bërtit. Amo çka i të thonë? Kur gjë marrin vesh hiç. Allah Azza wa Jall pi krahason mushrikët, ata që se besojnë Allah dhe pejgamberin e tij, ato që ja bojnë vetit halal, ato që është halal, që është haram dhe ja bojnë vetit halal, pi konsideron me kopen e kazhëve dhe deleve që ti i thret, nuk marrin vesh, summun bukmun, thot Allah Azza wa Jall, shurt me mec të verbër, nuk marrin vesh asgjë, fehum la yaqilun, nuk marrin vesh asgjë. Dhe i dashur vëllezër, ne si musliman do të me reflektuar në veten tonë, me shiku veten tonë, se a jem për atyre besimtarëve që kur të na thret Allah Azza wa Jall që kjo është halal dhe që kjo është haram, ju bind, dhe a jem për atyre njerëzve që kur të na thrasin thirrsat për në rrugën e drejtë, ju përgjigjemi apo ju ngjasojmë kopes e cila vetëm e shikon bariun edhe nuk e merr vesh çka ka thot. Edhe nuk e merr vesh çka ka thot. Kjo është shumë e rëndësishme për muslimanin, më sidomos kohën moderne, të cilën janë shtu thirrsat, po janë shtu thirrsat në të kotën. Nuk janë shtu thirrsat në të drejtën. Janë shtu thirrsat në të kotën. Prandaj duhet me diti kush ato të thirr, edhe a më ju përgjigj apo mos më ju përgjigj. Këtë nuk mundesh me marr vesh vetë se duke ulë te njerëzit të cilët dhon dije. Kur ulesh te njerëzit të cilët dhon dije nga Kurani dhe Suneti, ti e din pastaj kujt më ju përgjigj, edhe kujt mos më ju përgjigj në rrugën e Zotit xhallahu ala, që thrasin për arsye se shumë njerëz pretendon që thret në rrugën e Allahut dhe në të vërtetë nuk thret në asgjë përveç se në dalalet. Ne lusmi Allahun xhallahu ala që të jemi prej atyre njerëzve të cilët jemi imitues të rrugës së vërtetë, jemi imitues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pasues të tij, të sahabëve të tij, të njerëzve ndaj të umetit që i kanë shërbyer këtë dini me devotshmëri, dhe jo prej atyre njerëzve të cilët ju ngjasojmë atyre që janë në të kotën, të cilët kur nuk e pasojnë rrugën e drejtë, ja kthejnë shpinën sikurse kopeja e cila ja kthen bariu dhe nuk e merr vesh asgjë për nga rruga e drejtë. Këta janë njerëz të cilët Allah Azza wa Jall piçun që janë të verbër dhe shumë në mec, edhe pse shohin, po nuk shohin me sytë e zemrës, edhe pse ndëgjojnë, nuk ndëgjojnë me dëgjimin e zemrës. Ndëgjimi kryesor i muslimanit është me zemër dhe shikimi kryesor i muslimanit është me zemër, sepse në imani buron në zemrën e besimtarit, pastaj shprehet me gjuhën e tij dhe pastaj shprehet në praktik me gjymtyrët e tij, duke lutur Allahun Azza wa Jall që të jenë prej tyre. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.